E sjell me shumë mjeshtri nga Driada Dervishi dhe kemi edhe nesër natën e fundit dhe jam shumë e lumtur dhe shpresoj që nesër të vini përsëri, ju presim, po ju lë kolegun dhe partnerin. Po ne është premiera e parë në Fier, edhe është një partneritet që vjen me të tjera emocione dhe për ju vetë në këtë rol? Po patjetër, gjithsesi prapë të vish në Fier është gjithmonë një mrekulli, edhe i falenderojmë që na dhanë mundësinë ta japim premierën këtu. Është gjithmonë bukur vish Fier, ka një spektator të mrekullueshëm, ka një teatr shumë të mirë dhe një grup pune shumë të mirë, kështu që është gjithmonë. Një komedi italiane që vjen si humorizi. Është përshtatur në çik për Shqipërinë që të bëhet edhe më e prekshme, edhe më konkrete, pasi shiko të dy shoqëritë në thelb të njëjtit problem kanë, gjithmonë marrëdhëniet burr-grua e dini fare mirë janë të përbotshme, nuk është se janë vetëm italiane, edhe shqiptare. Groteskë dhe krimi në familje? Nuk flitet për krim në familje, se kjo është grotesk, kjo presupozon një krim në familje që është një skerceto, le të themi, është një shaka, është ajo që thatë juve pak më parë, është komedi pak e zezë, por nuk është se ne nxisim krimin përkundrazi, ne themi që gjërat të tilla mund të sheshohen, në fund fare janë njerëz që e duan jetën. Faleminderit. Faleminderit juve. Faleminderit shumë Erdan.